Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi. Sot pranë jush do të vi me një rrëfim jete, të cilin e ka shkruar një burr i nderuar, që flet për marrëdhënien me bashkëshorten e tij, që flet për marrëdhënien me gruan e tij. Domethënë fillimisht ato kanë patur një martesë shumë të bukur, dëgjoni deri në fund si histori se do të befasoheni se për çfarë e kanë shkatruar këtë martesën. Burri e ka lutur gruan që ta ndihmon, të jetë e dinjitetshme, të jetë e moralshme, të mos jeton për një like, të mos jeton për një zemër, për një koment. Por në fakt ajo ka përzgjedhur që të jeton për një koment dhe normalisht mendjen e njeriu të rrallë herë mundesh ta ndryshosh. Rrëfimi fillon në këtë formë. Nuk është e lehtë ta thuash këtë gjë me zë të lartë. As sot, pas gjithë asaj kohe. Sepse kur thua u ndava nga gruaja, njerëzit mendojnë që është tradhti, mendojnë që është dhunë, mendojnë që është grindje. Njerëzit këto gjëra i mendojnë, por ndonjëherë ndarja vjen nga një diçka më e heshtur, më e ftohtë, më e dhimbshme. Vjen kur kupton se po lufton i vetëm në këtë botë. Do të rikthehem në kohë, do flas për njohjen tonë fillimisht. E njoha kur ishim të rinj. Mbaj mend ishte shumë e bukur, ishte plot jetë, ishte me një buzëqeshje që në thelb të bënte të harroje çdo lodhje që ti mund të kishe. U dashurova shumë fort, jo për pamjen, por për mënyrën si fliste, si qeshte, si ëndëronte. I premtova vete se do ta bëja gruan më të lumtur në botë. Kur u martuam, mendova se gjithçka në rrethin ton, në ndjesin ton do të ndryshonte. Se dashuria do të thellohej, se përgjegjësia do të na afronte, ndërsa unë hyra në martesë me mendjen tek familja, te shtëpia, te fëmijët që do të vinin një ditë. Ndërsa ajo, nuk kishte këto mendime. Ditët kalonin dhe unë ndjeja gjithnjë më shumë boshllokun. Ajo ishte gjithmonë në telefon, rinte me telefonin në dorë. Fotografi, filtra,